kur kanë mbetur vetëm pak ditë nga zgjedhjet parlamentare në vend, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë konstatuar presion ndaj votës së shqiptarëve, madje deri në udhëzime për të fotografuar votën e tyre si provë ndaj partive politike. Në një bashkëbisedim online në rrjetin social Facebook, ambasadori amerikan Alexander Arvizu i është përgjigjur pyetjeve të qytetarëve ku përgjithsisht ishin të fokusuara për situatën parazgjedhore në vend. Unë nuk e vë në dyshim në asnjë moment që po ushtrohet presion ndaj votuesve dhe nuk e kam fjalën vetëm për njërën palë. Por skemat atyre që ushtrojnë presion do të kenë sukses vetëm nëse ja dalin që të kanosin votuesit individual. Pra ju, votuesit, keni fuqinë për të kapërcyer këtë kanosje. Pavarësisht kahut nga i cili vjen, zgjedhja është e juaja. Ambasada amerikane ka informuar Odirin për disa raportime se disa votues janë udhëzuar të fotografojnë votën për të vërtetuar votën e tyre për njërën parti apo për një tjetër. Sigurisht, nëse kjo është e vërtet, kjo është kundra të gjithë standardeve ndërkombëtare dhe çdo kush që udhëzon të tjerët për të bërë këtë është një turp për shqiptarët, kudo. Ndërsa i pyetur për funksionimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, diplomati i lartë ka bërë thirrje për konsensus mes palëve për të plotësuar këtë institucion. Ne kemi adresuar çështjet e KQZ-s në mënyrë të vazhdueshme. Nuk është e tepër të themi se ne besojmë fortërisht që duhet të konstituohet plotësisht. Që kjo të ndodhë duhet që të dyja palët të bien dakord, nuk është asnjëherë shumë vonë. Kreu i ambasadës amerikane ka siguruar mbështetje për vëzhgimin e zgjedhjeve, ndërsa ka apeluar se qytetarët duhet të shkojnë të votojnë. Arvizu shprehur po ashtu edhe pyetjes për përfshirjen e administratës publike në këtë fushatë elektorale. Një nga sfidat e shumta me të cilat përballet Shqipëria është mungesa e një administrate civile efikase. Qeveria, qoftë lokale apo qendrore, nuk duhet të jetë një agjenci punësimi. Fatkeqësisht në Shqipëri kjo ndodh shpesh, ndërsa për sa i përket votës suaj, ju duhet të votoni ndërgjegjën tuaj dhe po kështu duhet të bëjnë edhe familjarët tuaj.